Festa 100 vjetorit të pavarësisë ka startuar nga qyteti Muzej Beratit, qyteti i cili ka mbajtur një peshë të madhe në shpalljen e pavarësisë, pasi 6 firmëtarët e aktit më të rëndësishëm shqiptar kanë qenë nga kjo prefekturë. E organizuar në kujdesin e Bashkisë së Qytetit të Beratit dhe Spitalit Amerikan, kryeministri i vendit Sali Berisha i pranishëm në këtë aktivitet, u shpreh se sot në këtë 100 vjetor duhet të përulemi me nderim përpara atyre burrave dhe grave nga Berati dhe gjithë Shqipëria që 100 vjet më parë, më në krye e burrin vizionar Ismail Qemalin, shpallën pavarësinë. Berati luajti një rol vendimtar në shpalljen e pavarësisë, vijoi më tej Berisha. Le të shprehim për atyre burrave të Beratit dhe të mbarë Shqipërisë që 100 vjet më parë të udhëhequr nga Ismail Qemal Vlora, burri vizionar i kombit, ati i pavarësisë së shqiptarëve, do të firmosnin në Vlorë aktin e pavarësisë dhe do të ngalin krenar flamurin kombëtar, flamurin e Skënderbeut. Më pas kryeministri vizitoi ekspozitën ku është vendosur kodiku i përporti i shekullit të 6 që mbërriti në këtë qytet me rastin e festave. Aktiviteti u mbyll me një ekspozitë kombëtare ku ndan edhe tituj nderi.